Trit këtyne moshave si pavarësohen nga 18 vjetë, janë trit të cilët kanë probleme më të mëdha të shëndetit mendor. Edhe përveç asaj, këto janë kultura të cilat janë individualiste, edhe prandaj sado që kanë përparimin në shumë aspekte, në aspektin emocional edhe problemet të shëndetit mendor janë shumë më të mëdha ose më madhore se sa në vendet tona, për shkak se kultura jonë, sa do që ka ato aspektin edhe disa aspekte negative, prap në aspektin emocional është diçka që neve na ka plotësu shumë, si raportet me familjen, raportet e ngushta, raportet jo vetëm me familjen në ngushtë, po edhe me ato gjanat të cilat janë shumë të rëndësishme për formimin emocional të një individi, edhe për plotësimin e tij. Prandaj unë mendoj, edhe në vende tjera nuk mendoj se është modeli më i miri prej 18 vjet me shkëput fëmin, duke marrë parasysh edhe mbas studimeve si pjekuria emocionale nuk arrihet me 18 vjet, sado që ai në ligjet edhe tonat është i rritur, prap nuk ka një pjekuri emocionale si pasojë vetmisë, mungesës mbështetjes në çdo aspekt, po them, prap ajo është emocionale mungon sepse është fizikisht, nuk është pranë familjarëve ose prindërve, kështu që patjetër që unë besoj si nuk është një ndër format më të mira ose modelet më të mira, mund të jetë një moshë 22 vjet shkëputje, kur vetëm fëmijë ose individi ka një formim, ka zgjedhur një profesion, edhe mund të jetë i pavarur edhe në aspektin financiar. Kështu që nuk mendoj se është modeli më i mirë, nuk mendoj se edhe jashtë ka qenë shumë i suksesshëm nga 18 vjet, na vetëm në aspektin po flas pavarësimin e plot, nuk mendoj si ka qenë. Përkundrazi ka shumë të shprehur janë probleme të shëndetit mendor bashkë te këto mosha të cilat vuajnë nga izolimi, nga vetmia edhe nga zbrastia emocionale. Unë mendoj që mosha 18 vjeçare faktikisht nuk është pjekja emocionale deri në atë pikën cilën na e kërkojmë. Mirë po na duhet me përgatit fëmijën brenda familjes edhe me zhvillu edhe me pavarësu gradualisht. Që me arrit, sepse mosha 18 vjet nuk e arrin. Prandaj po them. Varet prej individit edhe prej atij kërkuesi i cili kërkon, secili individ ka specifikat veçanta, domethënë, kështu që asnjëherë nuk mundemi përgjithësu krejt, a është mirë pavarësimi, është shumë i mirë, sepse na si vend dhe shoqëri patriarkale kemi pak problematike këtë çështje. Nuk jam kundër pavarësimit, vetëm moshës. 18 vjet nuk ka qenë efektive, nuk është edhe në vende tjera. Pavarësimi plot nuk mundesh kur ti për shembull nuk je në një rrugë të plot, nuk ki studime të mirë, përgatitja brenda familjes për me arrit si fëmijë, kur ti fëmia ka përgjegjësi, si në libra ta zëm ti rregulloj në dhomën, kjo fillon gradualisht ku tek neve nuk është, po